por kena dalë me gjithë sigurimin Amerikan, domthon me FBI që kanë qenë duke rujt Ramen në atë vendin ku bëhej takimi që bënin me shqiptarët dhe ne ishim përballë ti me policinë, me sigurimin e Amerikës, të rrethum si me qenë në shtet komunist. Megjithatë, Sadri, duhet të theksoj edhe këtë që ju, edhe për të folur për krahun tjetër, ju nuk e keni fshehur asnjëherë qëndrimin tuaj që jeni aktivist dhe pranë Partisë Demokratike me bindje dhe me mbështetje, por kjo nuk ju ka penguar që edhe në bisedat që ne kemi zhvilluar bashkë ju e keni kërkuar disa herë, për të mos thënë më shumë se 1, 2 apo 3 herë, dorëheqjen e Sali Berishës, madje në bisedën e fundit, pavarësisht heqjes së non gratës, ju shprehet konkretisht që Berisha duhet hap krahun, duhet largohet. Pra, por nuk e di çfarë ndodhi di atje që ishte ky incident. Ajo parada ka vite që organizohet nga një shqiptar amerikan, Marco Kepi. Ai ka krijuar, si më thon, atë identitetin e tij nëpërmes paradës që bëhet, që është një, si më thon, evenimenti më i rëndësishëm i shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aty mlidhen gjitha shoqatat shqiptare, mlidhen grupe vallësh që organizohen nga Kisha Katolike Shqiptare, nga Angelina Nika që i merret me përgatitjen e këtyre fëmijëve. Sa të lutem, po ngriheni edhe pak kamerën ose të mbështeteni. Po, patjetër. Okej, faleminderit. Aty është domosdoshmë një organizim shumë i mirëfillt. Kjo bëhet bashkëpunim me policinë e New Yorkut, me bashkinë e New Yorkut, me kryetarët e shoqatave. Është eventi, sikur të thash, më i rëndësishëm dhe eventi më i mirë që bëhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në New York. Tashi, unë kam qenë pjesë e protestave kundër qeverisë aktuale shqiptare. Partia Demokratike, nëse njerëzit më akuzojnë se jam me Partinë Demokratike, unë jam i djathtë. Kushto që përfaqëson sadopak idealet e mia që janë të djathta në Shqipëri, edhe për gjithë spektrin politik, Partia Demokratike ka qenë ajo që bashkojnë idealet për ato që unë aspiroj dhe për ato që Partia Demokratike aspiron. A kanë qenë 100%, as një vend bos nuk janë 100%. Asnjëherë s'kam qenë antar i Partisë Demokratike, përveç kur është për mua Partia Demokratike në vitin e parë së dytë, pastaj kam qenë i pavarur se kam punuar në organet e drejtësisë. Për gjëra që kanë qenë Partinë Demokratike që i kam menduar që duhet me qenë më demokratike, i kam shpreh vazhdimisht, po kjo nuk do të thonë që unë tratoj të djathtën ose idealet të djathta. Pik, ajo duhet me qenë botërisht. Ajo e ndani faktin që kur flisi për parimet ose edhe për individët. Janë ndame, individi nuk përfaqëson partinë e përfaqëson, kam thonë, prej ditës parë antarët e asaj partie, antarët e thjesht, ata që kanë drejtën e votës. Kam thonë kur Lulzim Basha tentoi me përmes mashtrimit, përmes blerjes fiktive të Edi Ramse, ambasadorës amerikane, u mundu, tentoi që t'ja merrte Partinë Demokratike Sali Berishë, që nuk ishte demokratike, se që t'jetë demokratike duhet me qenë vota. Kush ka shumicën e votave ai fiton, edhe kjo kryet. Kjo ka qenë arsye që unë kam ardhur në mbështetje të Partisë Demokratike. Pse s'kam ardhur për 30 vite, s'kam ardhur se s'ka pas nevojë, se ka qenë rregull Partia Demokratike. Derisa filloi Lulzim Basha dhe e shkapërdisi Partinë Demokratike me deputet mbyllur me listat mbyllur, duke marrë para, duke bashkëpunuar me Edi Ramën, me ambasadoren amerikane, Yuri Kim, gjitha këto gjëra në gratë e Berishës. Këto kanë qenë arsye se parë se demokracia në Shqipëri përfundon. Është drejt fundit. Jo se unë isha një faktor aq i madh për me ndryshu jetën e shqiptarëve, po unë bëj atë çka mundem për vete, atë mundësi që kam. Edhe kjo ishte arsye që unë u ktheva në Shqipëri. Tash i dalim ke protesta, Dje kam qenë në parad, sikur se thash, organizatori i paradës më thirri një ditë përpara edhe më tha sa drejta pash intervistën tonë ke Top Channel,
Tha, po, nese kena paradë, tha, nuk du me pas probleme në paradë. I thash, pse ku është problemi? Tha, ku jeti? Thash, ku do ti me qenë? Tha, je ke protesta, apo je ke parada? Tha, unë, tha, ti din, shumë bukur, tha, se njifem ka 30 vite, tha, nuk du me më prish parada, tha, ajo është një event që e bëj çdo vit, tha, është policia e shtetit New Yorkut, policë shqiptar që i sjell atë në paradë, tha, nuk du me më prish. Tha, a mundesh me ardha që t'jesh me ne, tha, po deshe, tha, VIP, po deshe staff qa dush ti, tha, tha, vetëm bën në pjesë e jona nesë, thash, po mër pa tjetë, thash, është ngjarje, do mund që vinë gjithë shqiptarë, gjithë trojtë shqiptarë mbledhen aty bën parakalim me flamuj, me këngë, me vallë, me ushqim, thash, s'ka problem hiç, mes New Yorkut është diçka shumë e bukur. Edhe kështu ndodhi. Tash kur përpara se me fillua marshimi, njerëzit më thanë që do ketë njerëz që do dalin edhe protestojnë. Po, siç ishin marrë vesh një ditë përpara, një nga këta protestuesit që pretendon se ai po i organizon një farë Urgen Senja and Jürgen Budolari, disa njerëz që si njeh njërin komunitet as nuk kanë bërë një pikë harë në këtë vend, nuk e di se nga kanë dalë, anyway, po këta mendojnë se këta thonë që ne jena ata organizatorët mrapa kësaj. Unë pa di se kush ka qenë këta, unë kam dalë, e kam përka nëpër media, protestë në Shqipëri, edhe kam thonë shqyqysh që unë ngritë e shqiptar një ditë u zgjuar nga gjumi. Tashi, disa media në Shqipëri ishin të interesuar që nëse ka thirrje kundra qeverisë, të lidhen direkt nga Manhattan live e t'ja transmetojnë në Shqipëri. I thash, në momentin që fillon parada, unë do t'jemi gatshëm nëse besoj, thash, që ka për të pas, se kam njerëz këtu në grup që jam me ta që bërtasin në mënyrë spontane, por nëse ka masivitet, tash patjetër që do të transmetoj. Filloi parada, tash u futa isha me një grup të Vatrës, të New Jerseyt, kishim fëmijë të vegjël përpara, edhe ishte një flamur shumë i madh, huge, si thon ta, sa gati komplet atë rrugën e zinte flamurin. Edhe ne po mbashim flamurin, kur shoh përpara një blok ose dy në krahun e majt, dëgjova thirrje Ramanburg, Berishanburg. Tashi policia kuptoi që mbante dy krahët e këtyre edhe protestuesve edhe të njerëzve që parakalon. Tashi unë flas me Shqipërinë, i them, nëse doni t'ja transmetojmë live, po hym live, po të kishin shumë zhurmë për të. Okej, tha. Tash unë afrohem ke turma, ke protestuesit. Edhe ata kishin një gardë me hekra prej policisë edhe policë që rrishin normalisht në mënyrë duke vështruar situatën, edhe nga mbrapa, edhe nga përballë protestuesve. Sa afrohem unë, me njerë, këta shkojnë e bojnë thirrje Berishanburg. Unë isha me telefon. Tash i thash, po bërditi edhe ma shumë, thash, bërditi, se dhe unë jam me ju, Berishanburg, Ramanburg. A doni Ramanburg, Berishanburg, s'ka problem hiç, unë kam qenë me ju. Ti e kysh i Berishës, fillun me bërtit, vetëm Berisha, thash, harrut Belindën, thash, që stani Ramanburg, Belindenburg. E pash, dhe mos edhe policia filloj me largue, me më largue edhe mu që mos ketë konfrontime. Tash i këta njerëz shkojnë edhe bojnë postime në për Instagram, në për TikTok, edhe bojnë virale. Tash ju bojnë virale, sa doni, tash komuniteti shqiptar mjef shumë mirë për 30 vitesh, kam qenë aktivist, kam harxhu jetën teme, thash, jo jetën se kam harxhu, se prap jam i gjallë, po kam shpenzu kohë, thash, vetëm për çështjen e Kosovës, kur ka qenë koha e luftës, çdo ditë që kam pas pushim, edhe ditë e punës që kam lanë që me ndihmu çështjen shqiptare, jam mundu në Shqipëri, kudo ku ka qenë, thjesht me ndihmu njerëzit atje, vendin ten, njerëzit shqiptar, bashkëdhetarët e mi, se jetën unë kam këtu në Amerikë. Po, çfarë ju thanë tjetër dhe si u përgjigjet për te kësaj, pra sa zgjati kjo? Kjo zgjati punë sekondash, a kupton? Kishte prej atyre që nuk reaguan, vërtet nga ata që ishim në protestë. Unë para një javë isha në protestë në Manhattan, edhe fola gjithë protestuesve, edhe pse aty kishte me megafon që bërtishin
Ramanburg, Berishanburg, fola, do mon e përkraha protestën, protestën në Shqipëri, kam qenë para këtyre njerëzve, kam pretendu me qenë protestat policë, s'ka lidhje. Me që u zgjun, thash ti përkrahe. Po përkrahe ata njerëz që kanë dalë në Shqipëri. Unë jetën e kam në Amerikë, kam 30 vite, kam fëmijët këtu, kam familjen këtu, unë nuk e shoh se si e logjikojnë ta një në vend që ata dje për shembull se me pas thonë që Sadri je i mirë se ardhën ke protestat, garantoj që 2 fish ose 3 fish ose deshe bajo turma në krahun e protestuesve, po nuk ishte momenti dje. Pra, Sadri dje dominoi parada apo protesta? Apo parada ishte